Ju përshëndes nga lajmet e orës 15. Në vijim do të ndihni. Hetimet për shpërtimin e dieshëm në Lushnjë me pasojë 2 të vdekur janë fokusuar në gjetjen e shkaqeve të ngjarjes. Një grup hetimor me prokuror, punonjës të OSH-s dhe zjarfikës ishin që në mëngjes në vendin e ngjarjes. Të plagosurit të rënd nga shpërtimi i dieshëm në Lushnjë po trajtohen në spitalin e traumës në Tiranë. 2 persona që ishin rënd, deputeti Bujar Çela dhe një 41 vjeçar, janë operuar me sukses mbrëm dhe sot po mbahen nën kujdesin mjekësor. Nga shpërtimi humbën jetën 2 persona babë e birë. Në komunitetin musliman shqiptar u mbajtën sot zgjedhjet që në fund sollën rizgjedhjen në krye të komunitetit të klerikut Bujar Spahiu. Ndërkohë, në nisje të votimit dhe më pas, kishte një protestë të organizatave fetare me frymë anti-gyleniste. Hetimet për shpërtimin e dieshëm në Lushnjë me pasojë 2 të vdekur janë fokusuar në gjetjen e shkaqeve të ngjarjes. Një grup hetimor me prokuror, punonjës të OSH-s dhe zjarfikës ishin që në mëngjes në vendin e ngjarjes. Grupi hetimor po heton për shkeljen e rregullave të sigurisë në punë, por edhe për mënyrën se si autoritetet shtetërore kanë dhënë leje biznesit poshtë linjave të tensionit të lartë. Ndjekim Doriana Bezat. Një grup ekspertësh nga policia, zjarfikësia, inspektoriat shtetëror, jenve në presion dhe prokuroria janë rithyer në magazinën në Lushnjë, e cila pas ditjen e së premtes u shndrua në sken krimi. Hetuesit po bëjnë një këshyrje me dritë natyrale të vendngjarjes për të zbuluar shkakun e shpërtimit që mori 2 jetë dhe lëndoi 7 persona të tjerë. Në lidhje me incidentin që ndodhi në magazinën e deputetit të Partisë Socialiste Bujar Çela këtu në Lushnjë, grupi hetimor ka identifikuar së paku 2 vepra penale. E para lidhet me shkeljen e rregullave të sigurisë në punë, pasi rezulton se 2 bombola të cilat përdoreshin për saldim ishin jashtë çdo kriteri teknik. Nga ana tjetër, është vepra penale e shpërdorimit të detyrës në lidhje me dhënien e lejes së kësaj magazine, e cila ishte ndërtuar poshtë linjës së tensionit të lartë 110 kV. Një prej bombolave vijon ende të jetë e varur në Vinç dhe do të lëvizet nga ekspertët kur këshyrja e vendngjarjes të ketë përfunduar. Nisur nga pamjet e kamerave të sigurisë së biznesit, dyshimi është se fillimisht një prej cilindrave ku po punoi me saldim është thyer dhe ka marrë flak, çka ka bërë që bombla të rrëzohet nga lartësia dhe kur u përplas në tokë, krijoi shpërthim. Për forcën e madhe të shpërthimit, tregon gropa e krijuar në vatër, si dhe dëmet e shkaktuara në një rreze më të gjerë ku ndodhen shtëpi e biznese. Me këtë gjendje që është shtëpia dhe mund të kishte njerëz të vrarë. Një dhash kumi e vum bari i herë si tërmet, unë e laj në lanë edhe dulëm për jashta. Ku dulëm për jashta, 2 mizina muloj. Shtetit na ndihmojnë, se neve na gjetë, na qina gjetë, nuk i dim. Momentin e shpërthimit ishim brenda dyqan duke punuar si normalisht, vetëm kur dëgjojmë shpërthim të madh, tronditja ishte shumë e fuqishme. Na ka bërë shumë dëm mall në dyqan, në shtëpi. Ndërkohë në fshatin Stan Karbunar, ku jetonte Roland Hoxha me të birin dhe familjen, ka pllakosur heshtja. Kur e sa pasaj këtë topçen Land Hoxha. Jemi habitur. Ky ka qenë i përsosur, punë në makinë, në ashtu, punë të ndryshme, po djali i përsosur. Ky që u vrave edhe i biri. Po, i të rjetë me Vinç ka punu. Unë qëllova faktikisht në Lushnjë. Ngjova një bombë jetë e konshme, edhe më thot diku djali që hajde babi se ka ndodhur kështu. Dhe vetë te spitali sa të shikojmë. Te spitali ishte një gjë që nuk kam fjalë flas. Të plagosurit të rënd nga shpërtimi i dieshëm në Lushnjë po trajtohen në spitalin e traumës në Tiranë. 2 persona që ishin rënd, deputeti Bujar Çela dhe një 41 vjeçar, janë operuar me sukses mbrëm dhe sot po mbahen nën kujdesin mjekësor. Nga shpërtimi humbën jetën 2 persona babë e birë. Ndjekim Juli Ristanin. Në urgjencën e spitalit të traumës në Tiranë janë aktualisht të shtruar Sokol Lumi, 41 vjeçari, i cili mori dëmtime të rënda në kokë, dhe deputeti i Kuvendit të Shqipërisë Bujar Çela, i cili u dëmtua në pjesën e barkut dhe mushkrit. Të dy u nënshtruan ndërhyrjeve kirurgjikale që zgjatën në disa orë dhe sipas zyrës së shtypit të Ministrisë së Shëndetësisë, gjendja e tyre sot paraqitet të stabilizuar. Përsa i përket asaj që po ndodh në spitalin e Lushnjës, 4 të plagosur u shtruan atje. Njëri prej tyre e ka lënë spitalin pasi gjendja e tij u përmirësua,
ndërsa 3 të tjerët janë aktualisht në gjendje stabël. Familjarët e 2 të plagosurve, Sokol Lumi dhe deputetit Bujar Çela, presin minut pas minute lajmet që vinë për gjendjen e tyre shëndetësore. Ata refuzojnë të shprehen para kamerave, por në bisedat që zhvilluan me ta tregojnë se janë të traumatizuar dhe po përjetojnë në shok psikologjik pasi shpërthimi i ngjante fuqisë një tërmeti. Ndërkohë që në vend ngjarje sot ndodhen prokurorët e prokurorisë së Fierit, punonjësit e Inspektoriatit Shtetëror të Punës dhe inxhinierët e OSHE-s, pasi në zonë është ndërprer furnizimi me energji elektrike, priten të mësohen në zyrtarisht shkaqet e kësaj ngjarje, që rezultoi fatale për Roland dhe Lidion Hoxhën, familjarët e të cilëve kanë hapur sot dyert e mortit. Për Top Channel, nga urgjenca e Spitalit të Traumës Tiranë, Juli Ristani. Ky është Top Channel. Në komunitetin musliman shqiptar mbajtën sot zgjedhjet që në fund sollën rizgjedhjen në krye të komunitetit të klerikut Bujar Spahiu. Ndërkohë, në nisje të votimit dhe më pas kishte një protestë të organizatave fetare me frymë anti-gyleniste. Ndjekim me ndjetufën. Ka përfunduar procesi për zgjedhjet e kreut të komunitetit musliman shqiptar, pa ndonjë surprizë, me 82 vota provësh rizgjedhur në krye të KMSH-s Bujar Spahiu, i cili ishte kryetari dhe në mandatin e shkuar. Një proces zgjedhor dhe votimi që u zhvillua me dyert të mbyllura në medresen e Tiranës, ku jashtë saj, një tjetër grup besimtarësh opozitar me kryesinë aktuale ka vazhduar protesta dhe akuzat ndaj drejtuesve të komunitetit musliman, si për mungesë transparencë me fondet, ashtu dhe për dyshimet që lidhen sipas tyre me organizatën e konsideruar si terroriste nga qeveria turke e Erdoganit FETÖ, mbështetës të së cilës konsiderohen si gylenist. Pavarësisht protestës, procesi brenda ambienteve të medreses vijoi normalisht, ku në sallë ishin 92 përfaqësues me të drejtë vote, nga të cilat 82 mori kryetari aktual Bujar Spahiu, dhe nga 3 vota morën 2 kandidatët e tjerë, Emirion Vathaj, muftiu i qytetit të Beratit, dhe Eduard Shefki, administratori i muftinisë së Durrësit, ndërkohë që 4 vota dolën të pavlefshme. Në përfundim të procesit, kryetari sapo zgjedhur Bujar Spahiu u shpreh i kënaqur për besimin dhe gjithashtu pati fjalë edhe për akuzat që u bën publikisht jashtë ambienteve të zgjedhjeve. Ju më keni ngarkuar me një përgjegjësi edhe më të rëndë sa ajo 5 viteve më parë. Ridhënia e besimit nga ana juaj pas një mandati të mbushur me sfida tregon se pritshmëritë tuaja kërkime e mbeten ende shumë të larta. Institucioni që unë do të drejtoj nuk do të nguroj të ndjek të gjitha rrugët ligjore, ndaj kujdo që akuzon pa fakte apo nxit urrëtie dhe përçarje mes besimtarëve dhe në shoqëri. Të ftuar në podcastin Flasim të kryeministrit Rama ishin ekspert që folën për pagesat online. Podcasti është titulluar Celulari bëhet kulet. I 6 i sezonit të dytë podcast Flasim. Në përpjekjen për të modernizuar sistemet e pagesave dhe ulje në mënyrë të ndjeshme të qarkullimit të parave jashtë bankeve, qeveria ka gati një projekt pilot në mbështetjen e këtyre objektivave për qytetarët që kanë akses të ulët në shërbimet e institucioneve financiare. Ku do pilotojmë 3 zona të ndryshme. Në Tiranë 100 individ, në Peshkopi 100 individ dhe në Përmet 100 individ, të cilët qeveria do t'i mbush llogaritë e tyre për 4 muaj me një vlerë prej 10.000 lekësh në muaj, me qëllim që këto para t'i shpenzojnë nëpërmjet platformave digjitale. Ndërsa të ftuar kishte si përmarrës të institucioneve financiare jo bankën në podcastin e përjavshëm, kryeministri u shpreh se mbështetja e këtij projekti pilot do t'i japë një mundësi të gjitha shtresave të shoqërisë të përqafojnë mrekullitë e teknologjisë. Të krijoj një grup dëshmitarësh nga shtresat e ndryshme të shoqërisë, pensionistët, të rinjt, gratë kryefamiljare, e ku diun disa kategori që duke mos pasur asnjë risk psikologjik të shpenzimit të parave të tyre, nga ana tjetër do ta ndjekin procesin me rregullsi që të mund t'i harxojnë ato para dhe natyrisht të blejnë mallra të konsumit përditshëm, ushqime etj. Shqipëria miratoi ligjin e ri për sistemet e pagesave që i detyron bankat të miratojnë protokollet e bankingut të hapur, ku qytetarët mund të veprojnë lirisht në çdo institucion financiar pa komisione, pavarësisht ku kanë llogarinë. Me zgjidhjen e sotme, kryeministri Rama ka inspektuar punimet për ndërtimin e automotoparkut në Elbasan, një investim që do të ndihmojë turizmin. Rama shpreh ambicien që brenda vitit 2027 të realizohet gara e parë e Formula 1 në Shqipëri.
Kryeministri inspektoi punimet e ndërtimit të automotoparkut të Elbasanit, ku po ngrihet pista e parë për zhvillimin e garave automobilistike në nivel ndërkombëtar. Parashikimet e Edi Ramës janë që në vitin 2027 të kemi garën e parë të Formula 1 në Shqipëri. Cirkuiti e Formula 1. Nëse ne jemi gati në 27 për garën e parë. Duhet që ne nga ana jonë ta shohim jo thjesht nga pikpamja teknike dhe nga pikpamja e parametrave që ka vetë cirkuiti, por edhe nga pikpamja e peizazhit, sepse është një promovim shumë i madh për Shqipërinë. Motoparku në Elbasan është tashmë në fazën përfundimtare të ndërtimit dhe porosia e kryeministrit ishte edhe uniformiteti i peizazhit me projektin ndërkombëtar. Do të bërë projekt klas botëror në kuptimin e edhe të peizazhit, ana e qëtitore, se gjithë infrastrukturës së brendshme. Por poshtë saj duke pas parasysh që ajo sjell 50.000, 60.000, 70.000, 100.000 njerëz që vinë ndjekin si sperator, duhet pas parasysh që edhe gjithë segmentet nga vihet jenë me standarde estetike të larta. Përpara garës së Formula 1, motoparku në Elbasan do të përdoret për kategoritë të tjera të sporteve automobilistike. Për të parë mundësinë e investimeve në Shqipëri, në Tiranë bëritën 50 sipërmarrës nga Arabia Saudite. Në kuadër të programit Vision 2030, Shqipëria mirëpriti 50 sipërmarrës të Arabisë Saudite të cilët kërkojnë të investojnë në vendin tonë. Përfaqësuesit e dhomave të tregtisë shqiptare dhe saudite gjithashtu nënshkruan një memorandum bashkëpunimi dhe krijimin e këshillit të biznesit mes dy vendeve me qëllim zgjerimin e investimeve, ndërsa disa sektorë shihen me interes. Referuar të gjitha takimeve që kemi organizuar me përfaqësuesit e lartë shqiptar del mundësia e investimeve në turizëm dhe agrikulturë, ku Arabia Saudite ka përcjell një mundësi për të qenë e pranishme në këto investime. Me ndërmjetësimin e ambasadorit saudit u bë i mundur edhe themelimi i këshillit të biznesit mes dy vendeve për të cilët palët u shprehen shumë të lumtura. Ne jemi duke parë të gjitha mundësitë për të investuar në sektor të ndryshëm të Republikës së Shqipërisë, e cila do të merret me seriozitet nga të gjitha përfaqësuesit e palës saudite. Ne sot themeluam këshillin e biznesit Shqipëri Arabi Saudite, i cili shumë shpejt dhe gjatë këtij viti janë dhënë të gjitha premtimet për të pasur rezultate konkrete në terren nga të dyja palët. Përfaqësuesit e palës saudite në vizitën e tyre përveç takimit me krerë të lartë të ekzekutivit, patën një mikpritje edhe në zyrën e presidentit të Republikës, shkëlqësisë së tij Bajram Begaj. Gjatë samitit për Ukrainën, kryeministri Rama la të hapur mundësinë e rigjallërimit të industrisë së vjetër ushtarake të Shqipërisë për të prodhuar armë dhe municione. Por çfarë ka ngelur në këmbë nga kjo industri? Në Çekin të Gramshit, prej viteve 60 deri në fillim të viteve 90, prodhoheshin municione, por edhe pushk dhe armë automatike. Bruna Kërçyku ishte pranë kësaj uzine dhe ka folur me ish-punëtorët që tregojnë vështirësitë e ringjalljes. Uzina e prodhimit të armëve në Çekin të Gramshit filloi aktivitetin e saj në vitet 60 dhe funksionoi deri në vitet 90 kur u ndryshua sistemi. Në këtë uzinë u prodhuan pushk të tipit Simonov me kalibër 7.62 mm. Në vitin 1974 u instalua sistemi i prodhimit të automatikut AK-47, i cilësuar si automatiku shqiptar. Aktualisht në këtë uzinë zhvillohet vetëm procesi i demontimit të armëve. Kryesisht armë luftarake, patjetër, Kalashnikovi, armë kështu teke, pushk teke, edhe çifte sipas kërkesave jashtë këtyre kontratave, po që mund të shiteshin. Dhe pastaj ndër vite avancoi gjithçka, u perfeksionua dhe prodhimi dhe puna. Mori një zgjerim tepërt, u shtua numri i punëtorëve. Për e parë kishte të ndryshme aty. Kishte laborator, ishte kaldaja kryesore, ishin reparati termik, ishte të prodhosh armatimi. Me thonë, ai sistemi atëre, materiale kishte të punonte si në ato shineve, në atë kohë, punonte 10 vjet uzinë të bësh luftë jashtë, 10 vjet uzinë punonte. Aq material ka patur.
Deklarata e kryeministrit për rivënien në funksion të linjës së prodhimit të armëve në Shqipëri është mërpritur nga qytetarët e Gramshit, të cilët e gjykojnë atë si në aspektin ekonomik, ashtu edhe të mbrojtjes. Duan armës, u futën dhe njerëzit në punë, hanin bukë, kam rritë ka kalamaj ma dozinën. Duan maqinerisë së banë. Jo, e dyta është shit. Mirëpritur për ekonominë, për rritjen e mirëqenies, edhe pse jo, për përgatitjen, të jemi të përgatitur për çdo lloj rasti. Mirë është, ta kemi një. Edhe populli punon, punësohet, por i strukturat, çka tani atje nuk ka mundësi. Tani, sot për sot. Ish-punojësit e kësaj uzine ndajnë mendimin që një pjesë e linjës së prodhimit të armëve i ka shpëtuar shkatrimit. Për më tepër që rivënia në funksion e linjës së prodhimit të armëve në uzinën mekanike të Gramshit shihet e mundur, pasi kjo fabrik ka ende licencën e prodhimit të armëve të Komsorisë. Kërkesës amerikane që qeveria e Kosovës të inicioj krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, Prishtina zyrtare i është përgjigjur me heshtje. Prishtina zyrtare po e kalon në heshtje kërkesën e ambasadorit amerikan në Kosovë Jeff Hovenier që qeveria të inicioj procesin e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kadri Kryeziu ish antar i gjykatës kushtetuese të Kosovës pohoi për e lënë se kjo gjykatë nuk mund ta shqyrtojë draft statutin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, derisa atë ta dekretojë qeveria e Kosovës. Rreth 4 muaj më parë kryeministri Albin Kurti pranoi në parim një draft statut për formimin e këtij asociacioni, të cilin e hartoi Bashkimi Evropian. Me të njëjtën gjë u pajtua dhe presidenti serb Aleksandar Vučić. Tani ky hap duhet shqyrtuar edhe nga gjykata kushtetuese e Kosovës për të vërtetuar kushtetutshmërinë e tij, por qeveria e Kosovës nuk ja ka përcjellë asaj ende. Vlerësimi i gjykatës kushtetuese duhet të jetë hapi i parë drejt harmonizimit të mundshëm të statutit, pranimit përfundimtar të tij dhe themelimit të asociacionit. Pas kësaj, asociacioni do t'i sigurojë serbëve të Kosovës të drejta më të mëdha në vendimarrje dhe menaxhim. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjufca deklaroi një ditë më parë se BE-ja nuk është kompetente t'i propozojë Kosovës draft statut për formimin e asociacionit, por shtoi se e kupton kërkesën e ambasadorit amerikan për t'ia përcjellë atë gjykatës kushtetuese. Ndoshta zoti Hovenier ka pasur fjalën që Kosova të propozojë një draft për asociacionin. Kjo është një temë tjetër. Unë nuk e kam kuptuar ashtu siç e keni kuptuar ju, u shpreh Konjufca. Profesor Kryeziu megjithatë insiston se dinamika e këtij procesi në fakt varet nga qeveria dhe kryeministri Kurti. Presidenti serb i kërkoi partisë së tij që të shkojë në zgjedhje të reja në Beograd, ndërsa qeverisë të zbatojë rekomandimet e OSBE Odirit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se i ka kërkuar partisë së tij përparimtare serbe, SNS, të shkojë në zgjedhje të reja në Beograd. E di që keni shumicën, por është më mirë të humbasësh sesa të përsëritet situata e vitit 2008, kur Partia Demokratike dhe Socialistët kryen manipulime zgjedhore, tha ai në një konferencë për shtyp, përmes së cilës i bëri thirrje qeverisë të zbatojë menjëherë rekomandimet e bëra prej zyrës së OSBE-s për institucionet demokratike dhe të drejtat e njerëzit në raportin e publikuar për zgjedhjet e mbajtura dhjetorin e vitit të kaluar. Raporti përfundimtar i Odirit u publikua në 28 shkurt. Ai përcjellte mesazhin e fortë se zgjedhjet e jashtëzakonshme në Serbi janë dominuar prej pjesëmarrjes vendimtare të presidentit, i cili bashkë me përparësinë sistematike të partisë në pushtet kanë krijuar kushte jo të drejta për pjesëmarrësit. Në përgjithësi, thuhej aty, liritë themelore u respektuan në fushat, por ato janë minuar prej retorikës së ashpër, paragjykimeve në media, presionit të punëtorët e sektorit publik dhe abuzimeve me burime publike. 2 ditë më parë, edhe Parlamenti Evropian miratoi një rezolutë që bënte thirrje për hetim ndërkombëtar për dyshimet për parregullsi në zgjedhje, si dhe për pezullim të fondeve europiane, nëse vërtetohet që autoritetet kanë qenë drejt për drejt të përfshira në mashtrime zgjedhore. Në rezolut, Parlamenti Evropian ka bërë thirrje që sidomos të hetohen zgjedhjet për qytetin e Beogradit, si dhe dyshimet për dërgim të organizuar votuesish atje nga zona të tjera. Seansa konstituive për Asamblenë e Qytetit të Beogradit, që ishte parashikuar të mbahej më 1 mars, u shtyp për herë të dytë për në 3 mars, për shkak të mungesës së kuorumit. Autoritetet ruse arrestuan 120 persona që shkuan për t'i dhënë lamtumirën e fundit Aleksej Navalnit, që u varros dje në Moskë. Edhe pse pa incidente të mëdha nuk kaluan saktësisht në paqe ceremonitë mortore të kritikut të madh të Kremlinit Aleksej Navalny,
siç kishte shpresuar të afërmit dhe bashkëpunëtorët e tij. Autoritetet ruse nuk i rezistuan dot zakonit të vjetër dhe të paktën 120 persona janë prangosur vetëm sepse deshën të japin lam të mirën e fundit i shkreut opozitar, vdekja e të cilit në 16 shkurt në një burg të rrethit arktik vazhdon të mbetet e rrethuar nga dyshime. Navalny u vendos të prehet në varrezat pranë shtëpisë ku rrit në Moskë, teksa 10 mijëra mbështetës rrezikuan përballjen me forcat e sigurisë dhe u mblodhën përpara kishës ku u mbajt shërbesa mortore. Vetëm familjarë dhe ndihmës të ngushtë të tij u lejuan brenda kishës përpara se ai të varrosej. Forca të shumta policore vërshuan në rrugët e çdo cepi të Rusisë, thon media të huaja, të cilat saktësojnë se 120 persona u ndaluan më vonë në Moskë, Shën Peterburg, Novosibirsk, Ekaterinburg dhe qytete të tjera, vetëm për shkak se morën pjesë në organizimet në nder të Navalnit. Organizata për të drejtat e njerëzit First Department thotë se në gjykatat në 4 rajonet ruse emri Navalnit është konsideruar simbol ekstremist. Në rrjetet sociale qarkulluan fotografi të ceremonisë së zhvilluar në kish edhe pse aty ndaloheshin kamerat. Në to shihen prindrit e Navalnit pranë trupit të tij të hapur deri në krahëror në mënyrë që pjesëmarrësit të mund ta shihnin për herë të fundit. Shumë njerëz vendosën lule në makinën që përcolli trupin e tij dhe disa u dëgjuan të bërtisnin jo luftës, Putini është vrasës dhe nuk do të harrojmë. Përpara ceremonisë zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov lëshoi një paralajmërim sipas të cilit organizimet e palishme në mbështetje të Navalnit do të konsideroheshin shkelje e ligjit dhe shtoi se Moska nuk e konsideron atë si një politikan dhe nuk ka se çfarë të thotë për familjen e tij. Shtetet e Bashkuara do të furnizojnë palestinezët me ndihmë, por nëpërmjet ajrit. Pas raporteve të ronditëse se mbi 100 persona u vranë në rripin e Gazës teksa prisnin të merrnin ndihmë, presidenti amerikan njoftoi se Shtetet e Bashkuara do të nisin dërgimin e tyre nga ajri. Ne duhet të bëjmë më shumë, SBA-ja duhet të bëjmë më shumë, i tha Biden i gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë. Në ditët në vijim do t'i bashkohemi me miqve tanë të Jordanisë dhe të tjerëve duke dërguar ndihmë nga ajri, shtoi presidenti 81 vjeçar, teksa këshilltari për sigurinë kombëtare i Shtëpisë së Bardhë John Kirby dha më tej pak më shumë detaje mbi planin amerikan. Është planifikuar ndihmë nga ajri dhe vendimi duhet të ekzekutohet. Duhet të theksojmë megjithatë se është ekstremisht e vështirë të hedhësh ndihma në një ambient kaq të mbipopulluar, por siç e theksoi dhe presidenti, se duhet të gjejmë rrugë alternative për asistencë humanitare në Gaza, që të jemi të qartë megjithatë, kjo nuk zëvendëson ndihmat në terren, nuk zëvendëson kamionët, por është ndihmë shtesë. Njoftimi vjen në kohën kur zhvillohen negociata për një armëpushim në mes të Izraelit dhe Hamasit. Shteti hebreu është zotuar ta shkatërrojë grupin që e konsideron organizatë terroriste dhe si pasojë e ofensivës së tij ajrore dhe toksore në Gaza, janë vrarë mbi 30.000 palestinezë. Biden i ka bërë thirrje disa herë për të shmangur vrasjet e civilëve, ndonë se vazhdon të mbajë lidhje të forta me Izraelin, aleat i vjetër i SBA-s. Presidenti amerikan e ka pohuar se shpreson që të arrihet një armëpushim 6 javor gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Incidenti i së njëjtës megjithatë dhe vdekja e 10 palestinezëve të uritur i komplikuan bisedimet për pushimzjarje. Pavarësisht pretendimeve të Izraelit se ushtarët e tij nuk ishin të përfshirë drejt për drejt në këtë vdekje, drejtori i spitalit Al-Afda tha se 80% e të lënduarve që prisnin në radhë për bukë dhe që u dërguan në këtë spital për ndihmë mjekësore kishin në trup plag plumbash. Ish këshilltari për sigurinë Donald Trump, kur ai ishte president, paralajmëron se nëse Trump fiton zgjedhjet, ai do të nxjerrë Shtetet e Bashkuara nga NATO. Nëse Donald Trump i fiton zgjedhjet presidenciale, ai do të dalë nga NATO-ja, paralajmëroi ish këshilltari i tij për sigurinë kombëtare John Bolton në një intervistë për gazetat Süddeutsche Zeitung dhe Tages-Anzeiger. Sipas Boltonit, Trumpi ishte shumë pranë tërheqjes nga aleanca më e madhe ushtarake e globit që gjatë samitit të saj në 2018. Ai nuk e do as varësinë europiane nga gazi dhe nafta ruse, as marrëveshje tregtare me BE-n, shpreh ish zyrtari i lartë, i cili u largua nga posti i këshilltarit pas vetëm një viti për shkak të mosmarrëveshjeve me republikanin. Bolton insiston se deklaratat e fundit të Trumpit kundër NATO-s duhen marrë seriozisht. I shefi i Shtëpisë së Bardhë u ankua se europianët nuk po paguajnë sa duhet në buxhetin e NATO-s. Johnson i insiston se tërheqja prej saj do të ishte katastrofë, si për SBA-n, ashtu edhe për Aleancën Veriatlantike. Por Trumpi tha ai nuk i kupton këto gjëra. Trumpi nuk mund ta bindësh me argumente sepse atij nuk i intereson përmbajtja për vëmendje. Ai dëshiron titujt më të mëdhenj që ka shkruar një president amerikan, si për shembull që ishte ai që e largoi SBA-n nga NATO, shpreh Bolton. Donald Trump i shtangu muajin e kaluar aleatët me pohime që sfiduan karakterin unitar të NATO-s,
Duke e folur në një miting elektoral në Karolinën e Jugut, ai deklaroi se SBA-ja mund të mos i mbështesë ata aleat që nuk shpenzojnë mjaftueshëm për mbrojtjen në rast se sulmohen nga Rusia. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Ndodhe rëndom në shkollat shqiptare që të shkelet etika nga nxënësit, veçanërisht me veshjen dhe sjelljen, por drejtuesit e urdhrit të punojësve social kanë disa sugjerime. Nxënës me barkun jashtë, me thonjë të gjatë, tualetë rënduar, pantallona të grisura e plot detaje të tjera në shkeljet e etikës vre në shkolla. Institucionet arsimore kanë detyrim ligjor artimin e një rregulloreje të brendshme, si dhe ka në strukturë Komisionin e Etikës dhe Sjelljes për masat disiplinore. Mirëpo nxënësit zhvillojnë mësime me paraqitje të papërshtatshme, të pashqetësuar. Kryetari i urdhrit të punojësve social, Mirgit Vata, nuk fajson fëmijët për dukje në shkolla, por shënjestron dy hallka. Jemi në situatë ku kemi dy palë të cilat janë bashkëpërgjegjëse, pra janë prindrit, është edhe shkolla. Në këtë sens do ishte mirë që shkolla të dërgonte një rregullore të shkruar ku prindrit firmosin dhe kjo rregullore apo kjo marrëveshje që shkruhet mes shkollës dhe prindrit të ketë dhe masa administrative për prindrit, jo për fëmijët që janë më të përgjegjshëm në aspektin e komunikimit me fëmijët, në aspektin e monitorimit të fëmijëve, për të respektuar procesin dhe protokollet e etikës dhe për të garantuar që veshjet, sjelljet dhe kujdesi për imazhin të jetë brenda atyre elementeve që shkolla kërkon. Qëllimi i shkollës është edukimi i nxënësve dhe krijimi i një mjedisi miqësor për ta, por veshjet provokative kthehen në pengesë për të pasur vëmendje në mësim. Madje përdoren shpeshherë edhe si mjet bullizimi mes nxënësve. Në ato vende ku praktikohet pra uniforma në shkolla, është vërë në re ulje e ndjeshme numrit të bullizmit. E dyta është që ndjen gjithë nxënësit barabartë, pra duke qenë gjithë me të njëjtën uniform, aspekti krahasimeve mes bashkëmoshatarëve, por kryesisht mes adoleshentëve që është karakteristikë më e madhe, ulet ndjeshëm, pra në mënyrë që edhe nxënës cilët kanë pamundësi ekonomike për të krahasuar me tjerë, për sa i takon mënyrës së të veshurit apo kurimit të imazhit, ulet ndjeshëm. Dhe duke parë këto dy faktorë, pra do të thotë që automatikisht ne do kemi edhe një performancë akademike më të mirë nxënësve. Në disa shkolla është e saktësuar respektimi i kodit të veshjes si për nxënësit dhe mësuesit. Mirëpo vëzhgimi në institucionet arsimore nxjerr në pa se këto rregulla jo gjithmonë zbatohen. Në kampionatin europian të debatit mes shkollave, Shqipëria u përfaqësua nga një shkollë mesme në Elbasan. Gjimnazi Konstantin Kristoforidhi në Elbasan përfaqësoi Shqipërinë, e cila merrte pjesë për herë të parë në kampionatin europian të debatit i financuar nga Bashkimi Evropian dhe International Debate Education Association. 35 skuadra të rinj nga gjithë Europa debatuan mbi euroskepticizmin dhe procesin e Bolonjës, por si ishte eksperienca e 3 të rinjve shqiptar, të cilët jo vetëm konkuruan fort, por edhe fituan në 2 debate. Unë mendoj se ishte një eksperiencë mjaft unike dhe ndihmuese specifikisht për mua, duke qenë se mendoj se më ndihmoi që të vlerësoja veten në rang europian. Ndjem shumë kënaqur në fakt, që kënaqësia e madhe përfaqësoj shtetin shqiptar, sidomos përballë shteteve të mëdha, siç është Gjermania, Anglia, Italia, që ishin goxha të përgatitura në fakt. Gjimnazi Konstantin Kristoforidhi i Elbasanit u përfaqësua nga nxënësit Alba Loshi, Suela Palluqi dhe Klaud Feçi, duke fituar debatin kombëtar 2023 mes të gjithë gjimnazeve të vendit. Kjo eksperiencë i vuri të rinj të përballë një konkurrencë dhe sfide të fortë. Ishte absolutisht sfiduese sepse çështjet që u prekën lidheshin me Bashkimin Evropian, politikat ekonomike, financiare, shoqërore që ato po ndjekin nga viti në vit për të përfshirë të rinjt sa më shumë në vendimarrjen Bashkimin Evropian. European Schools Debating Championship synon të fuqizojë të rinj që të bëjnë qytetar aktiv dhe të informuar, mendimtar kritik, pavarësisht se nga janë dhe çfarë bëjnë. Në Dukat të Vlorës ndodhet kulla e Dervish Aliut, një ndërtesë historike 200 vjeçare, e cila po dëmtohet nga mosmirëmbajtja. Kullat e Dervish Aliut në fshatin Dukat të Vlorës janë monument kulture të lënë në harres. Kjo ndërtesë ka më shumë se 200 vite që është ngritur dhe çdo vit vjen duke u rrënuar, pasi nuk ka patur mirëmbajtje.
Banorët e fshatit Dukat shprehen se të shumt kanë qenë turistët që shkojnë për ta vizituar, por edhe vetë ata ndihen keq dhe të turpëruar të shoqërojnë atë kull që dikur ka qenë krenaria e tyre. Ka rënë kull e madhe ka rënë. Të bëhen tani, ai do miliona lekë të bëhet. Ka vite që kanë filluar amortizohet fare. Deri në degradim plot. Unë kam qenë para 2 vjetësh, çova ca gjermane. Atyre pëlqeu kështu po u ndrytën. Në bën kur e pan kështu do edhe u erdhi keq. Është një kull e një ndërtimi të veçantë. Unë kam qenë të Pelenë e Gjirokastër. Kështu ndërtimi nuk kam parë, të drejtën. Ajo ka qenë krenaria e Dukatit në fakt. Një kështjellë, jo vetëm për Dukatin, për gjithë jugun. Çatia e kullës ka rënë, dyshemeja po ashtu, dhe për të hipur në të rrezikon jetën pasi drasat janë kalbur dhe nuk ekziston më as porta hyrëse, që dikur ishte shumë e bukur dhe prezantimi i parë për turistët. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.